Përshëndetje, unë jam Sokol Gjoni, vi nga qyteti Gjirokastrës dhe jam anëtar i Lëvizjes së Bashkë dhe më shumë se një vit. Në këto zgjedhjet e 11 maj, jam kandidat në listën e hapur të Gjirokastrës. Siç thanë parafolësit, Lëvizja Bashkë është një lëvizje e re që tashmë ka filluar ndryshimi në gjithë Shqipërinë. Kjo lëvizje kërkon nga ju me përkushtim votën tuaj për një zhvillim shumë më të madh dhe të ndershëm. Si gjithë partitë e tjera dhe ne filluam të bërë këtë fushat, po ndryshe nga ato duke mos premtuar gjëra të cilat partitë e tjera i kanë në listë të parë. Për shembull, na premtojnë Evropën, por Evropa mund të vesh pa drita e pa ujë. Na premtojnë Amerikën, dhe pa pensione. Më fali se kam emocione. Po kërkoj nga ju votën në datën 11 maj për të zhvilluar këtë vend i cili në këto 35 vite ka qenë shumë i vjetër. Unë po flasë në qikë për qytetin tim të Gjirokastrës, i cili është një qytet me trashëgimi të vjetër kulturore. Është një qytet të cilit kohët e fundit është zhvilluar në sektorin e turizmit, por Gjirokastra duhet të teksuar se ka qenë nga qytetet me shumë bizneset të tjera, me shumë fabrika dhe uzinat të cilat shumë nga jush që janë më shëmadhe i mbajnë mund. Prandaj, kërkojmë që këtë proces ta vazhdojmë akoma dhe mos të humbasi për qytetin tonë të Gjirokastrës, e cili vitet e fundit po ikën me një popullsi shumë të madhe. Po ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj. Dhe si nga Gjirokastra, themi pak fjalë dhe shumë punë. Ju falenderoj.